Qeveria Rama 4 planifikon që deri në vitin 2029, rroga e mjekëve dhe infermierëve të rritet me 25%. Gjithashtu, në bazë të programit qeverisës të siguruar nga dita, që do të prezantohet ditën e nesërme në Kuvend, rroga mesatare mësuesve do rritet në 1.250 euro deri në 2029. Deri në vitin 2029, qeveria parashikon që pensioni mesatar të arrijë në 400 euro, ndërsa pensioni minimal në 200 euro. Qeveria Rama 4 synon digitalizimin e plotë të sistemit të sigurimeve shoqërore me regjistër elektronik dhe shërbime online, duke rritur transparencën dhe gjurmueshmërinë. Sa i përket programit për fëmijët, rinin dhe barazinë gjinore, synohet modernizimi i arsimit me 1000 laborator inteligjent, kurrikul kodimi dhe inteligjencë artificiale, si dhe zgjerimi i aktiviteteve jashtëshkollore në art, kulturë, shkencë dhe sport. Qeveria synon gjithashtu të krijojë hapësira urbane dhe kandelojrash, të dyfishojë qendra të rinore, si dhe të mbështesë mira projekte dhe nisma komunitare. Po ashtu parashikohet një platformë digjitale për rinin, financim për startupet dhe mbështetje për pjesëmarrje në veprimtarinë ndërkombëtare.